Rruga nga fëmijëria e vështirë në pushtet dhe lidhja e pazakontë me shqiptarët. Fëmijëria dhe sfidat e ershme. Një lagje të vjetër të Stambollit, në një familje të thjeshtë, lindi në 26 shkurt 1954 Recep Tayyip Erdogan. Babai i tij ishte detar dhe familja jetonte me pak të ardhura. Si fëmijë, Erdogan nuk kishte asgjë të garantuar. Ai shiste limonad, ujë dhe simit në rrugët e qytetit për të ndihmuar familjen dhe për të mësuar vlerën e vështirë të punës. Udha drejt politikës mbi barrierat dhe drejt suksesit. Rritja e tij nuk ishte lehtë. Ai ndoqi shkollë fetare dhe më pas studime në biznes, ndërsa shquhej gjithmonë për aftësitë e të folurit para njerëzve dhe vendosmërinë për të bërë ndryshim. Me kalimin e viteve ai hyri në politikë dhe punoi për të zgjedhur ndikimin e tij, duke arritur të bëjë kryeministër dhe më pas president i Turqisë, një nga figurat më të rëndësishme të rajonit. Lidhjet me shqiptarët, historia njerëzore pas liderit. Përtej politikës dhe pushtetit, Erdogan ka treguar një anë shumë njerëzore, një anë të lidhur edhe me shqiptarët. Në një nga fjalimet e tij publike ai u shpreh se komshinjtë e tij të parë në lagjen ku u rit ishin shqiptar dhe se ai është rritur si fëmijë në duart e një nëne shqiptare, duke falenderuar për kujdesin dhe dashurinë që kishin ndaj tij në moshë të re. Kjo nuk ishte vetëm një fazë e rastit, ishte një kujtim i sinqert nga dikush që e di çfarë do të thotë të rritesh me vlerë njerëzore përtej strukturave politike. Është një kujtesë se lidhjet njerëzore shpesh të vogla mund të formosojnë zemrat e të mëdhenjve në histori. Por si e ka parajsë Shqipërinë dhe shqiptarët? Në takime të tjera zyrtare, Erdogan ka nënvizuar gjithmonë se shqiptarët kanë luajtur një rol të rëndësishëm në historinë ballkanike, duke përmendur bashkëpunime, ndihma dhe marrëdhënie midis Turqisë dhe vendeve shqiptare përfshirë Shqipërinë dhe komunitetet shqiptare në rajon. Historia e Erdogan nuk është vetëm një rrëfim politik, është historia e një njeriu që u rit nga duart e njerëzve të tjerë, një rrëfim i ndërlidhur me kujdesin, bashkëjetesën dhe respektin midis kulturave. Çdo lider i madh mban një pjesë njerëzore në zemër dhe për Erdoganin një copë e asaj lidhet me shqiptarët që rritën në fëmijëri. Kur u rit ai ndoqi një shkollë fetare dhe më pas përfundoi studimet në Universitetin Marmara në degën e menaxhimit biznesit. Ai ishte student i zellshëm, por pasioni i tij vërtet ishte dialogu me njerëzit dhe politika. Ai nuk vinte nga një familje politike, por politika erdhi tek ai përmes debatit, fjalë për fjalë, fjalëmbajtjes dhe bashkëpunimit me komunitetin. Ai filloi të fitojë reputacionin si një nga zërat e rinj më premtues të vendit. Në vitet e para Erdogan ju partive politike që frymëzonin transformimin dhe zhvillimin. Ai u bë një figurë e njohur në radhët lokale dhe më pas kombëtare. Në vitin 1994 Erdogan u zgjodh kryetari i Stambollit, një post që i hapi rrugën për të hyrë në skenën politike kombëtare, që aty e tutje karriera e tij u rit me hapa të shpejt. Në vitin 2003 Erdogan u bë kryeministër i Turqisë, duke sjellë reforma thelbësore në ekonomi, infrastrukturë dhe politikën e brendshme. Turqia kaloi nga problematika e papunësimit dhe inflacionit të një periudhë ekonomike më e qëndrueshme. Më vonë, në 2014 ai u zgjodh president i Turqisë, një rol që vendosi në krye të vendit dhe në qendër të politikës rajonale. Në një nga deklaratat që ka bërë me shumë emocion, Erdogan ka përmendur se fëmijëria e tij e ndikuar nga një familje shqiptare, sipas tij një grua shqiptare, një nënë e komunitetit, e ndihmoi në momentet e vështira të rritjes, duke i shtruar një tryezë ushqimi apo duke mbështetur me fjalë kur ai punonte në rrugë. Kjo histori nuk është një frazë politike, ajo është një moment njerëzor. Në shumë qytete turke, komunitetet shqiptare kanë qenë pjesë e mozaikut social, duke ndarë tregti, vlera dhe histori me vendasit. Në shumë intervista dhe foltore, Erdogan nuk flet vetëm si politikan, por si njeri që ka kaluar vështirësi dhe ka krijuar lidhje të thella me njerëzit. Në fjalimet e tij ai shpesh kujton: çdo njeri që më ka ndihmuar në jetë është një histori e vogël suksesi që më ka formësuar, dhe kjo është ajo që e bën historinë e tij më shumë se politike. Është një rrëfim njerëzor. Në një botë ku politikat shpesh ndajnë, historia e Erdoganit tregon se mund të bashkojë më shumë ajo që na bën njerëz se sa ajo që na ndan si lider. Historia e tij me shqiptarët na kujton se një gëzim i vogël mund të ketë një ndikim të madh. Një ndihmë njerëzore nuk harrohet. Bashkëpunimi ndër
ndërkulturor është një forcë e vërtet. Kjo është historia një djaloshi modest nga rrugët e Stambollit i formësuar nga përvoja, sfidat dhe njerëzit që takoi, ndërta edhe një nënë shqiptare, një njeri që u ngjit në majat e pushtetit pa harruar rrënjët e tij njerëzore dhe një lidhje të veçantë me shqiptarët që meriton të dëgjohet.